Izet Mexhiti, Bilal Kasami, Bekim Sali, Mimoza Musa dhe Bekim Qoku. Të nderuar deputet, ministra, kryetar komunash, drejtues dhe përfaqësues të institucioneve të Republikës Maqedonisë së Veriut, të nderuar përfaqësues nga Shqipëria dhe nga Presheva, Medvegja e Bujanosi, e nderuara kryetare e komunës Preshevë, zonja Ardita Sinoni, të nderuar të pranishëm, zonja dhe zotri, është kënaqësi e veçantë për mua të jem sonte këtu me ju, në mesin tuaj në një moment me peshë të veçantë politike dhe shoqërore, themelimin formal të subjektit politik vlen. Ne jemi mësuar që në politikë shumë shpesh të shohim e të përjetojmë ndarje e përçarje e të coptimit subjekteve politike informacione të reja. Prandaj është shumë më e rrallë dhe më domethënëse kur disa subjekte të ndryshme arrin të gjejnë vullnetin, vizionin dhe pjekurin për të bashkuar në një trup të vetëm politik. Ky njësim dhe ky subjektivizim politik, përveç se dëshmon përgjegjësi politike qytetare, përbën edhe një model të rëndësishëm bashkëpunimi për organizimet e ndryshme politike që veprojnë në rajon. Dita e sotme ka edhe një simbolik të posaçme, me që ky kongres po mbahet pikërisht me 9 maj në ditën e Evropës. Kjo datë është kujtesë historike se Evropa moderne u ndërtua mbi rrënojat e fashizmit, mbi refuzimin e urrëties, supremacisë dhe të luftrave. Bashkimi Evropian lindi si një projekt i paqes nëpërmjet antifashizmit dhe i prosperitetit nëpërmjet demokracisë. Dhe kjo ka rëndësi të veçantë për Ballkanin. Sepse edhe sot në rajonin ton, her pas here shfaqen ide, nostalgji dhe politika që përpiqen të relativizojnë të kaluarën historike, të ushqejnë urrëtitjen etnike ose ta destabilizojnë bashkëjetesën mes popujve. Ne duhet të jemi të qartë. Çdo ide që çon drejt fashizmit, nacionalizmit agresiv, mohimit të tjetrit dhe cenimit të dinjitetit njerëzor duhet të kritikohet, kundërshtohet dhe mposhtet politikisht, moralisht dhe institucionalisht. Me 18 nëntor, Me 18 nëntor 2024, qeverit e 2 vendeve tona zhvilluan mbledhjen e përbashkët në të cilën u nënshkruan disa marrëveshje të rëndësishme. Një pjesë e tyre tashmë janë realizuar, ndërka që për pjesën tjetër po punohet intensivisht që të përmbyllen sa më shpejt. Që nga prilli i vitit 2025, kur u funksionalizua sistemi One Stop Shop, me modelin hyrje me Kosovën, është rritur ndjeshëm qarkullimi i qytetarëve dhe është ulur dukshëm koha e pritjes në kufi. Gjithashtu, së shpejti pritet të nisin punimet për rrugën Blac-Shkup, e cila do të lidhet me rrjetin autostradave të Maqedonisë së Veriut dhe me korridorin 8, realizimi të cilit po ecën me dinamik të përshpejtuar. Sa i përket rrugës Prizren-Tetov, Komisioni ndërshtetror për realizimin e këtij projekti është formuar qysh në vitin e kaluar. Tani pritet hapja e tenderimit për projektin final, për të cilën qeveria e Maqedonisë së Veriut ka ndarë 2 milion euro. Presim që sa më parë të fillojë ndërtimi i kësaj rruge me rëndësi strategjike për ndërlidhjen dhe zhvillimin e 2 vendeve tona për qytetarët dhe bizneset. Këto lehtësime kufitare, rritja e shkëmbimeve tregtare, si dhe forcimi i mirëbesimit në fushën e sigurisë dhe të marrëdhënieve në politikën e jashtme, janë përkthyer drejt për drejt në më shumë zhvillim, stabilitet dhe mirëqenie për të 2 republikat tona. Ne, të nderuar pranishëm, jemi
shumë afër me njëri tjetrin e do të jemi gjithnjë e më pranë njëri tjetrit. Ta zëm, unë nesër në mëngjes shkoj në Gjakov, e që në gjatësi kilometrash është më largë se sa të vi nga Prishtina këtu në Shkup si shbëra sonte, e ta zëm edhe ndokush që ka ardhur këtu në Shkup nga Struga, nëse kthehet me mua në Prishtinë, do të ketë gjatësi rrugore edhe më pak se gjysma krahasuar me kthimin në Strugë. Këtu nuk e kam fjalën për Bekim Qokun, Bekimi rrisonte këtu. Por dua të theksoj që distancat janë të vogla, po i zvoglojmë gjithnjë e më shumë, por edhe ata që i kanë distancat e mëdha, kthehen shpesh dhe na duan fort. Kosova ka dëshmuar se përfshirja e mërgatës në procesin zgjedhor i sjell energji të re demokracisë, e rrit pjesëmarrjen qytetare, shton përgjegjësinë politike dhe e lidh shtetin më fort me njerëzit e vet jashtë vendit. Roli i mërgatës Kosovës në proceset vendore ka qenë faktor i rëndësishëm në zhvillimin e shtetit dhe në dinamikën demokratike të shoqërisë. Edhe Maqedonia e Veriut ka një diasporë të madhe, të suksesshme dhe jashtëzakonisht të fuqishme. Në shumë raste, ajo ka mbajtur ekonomikisht familjet, komunat dhe zhvillimin lokal. Ajo ka investuar, ka ndihmuar dhe ka ruajtur lidhjen me vendlindjen. Prandaj përfshirja më e drejt për drejt e diasporës sonë në procesin zgjedhor nuk do të ishte vetëm një drejt demokratike, do të ishte dobi për shtetin dhe për shoqërinë dhe për ekonominë. Me që diaspora nuk është veç kujtim i largësisë, ajo është potencial politik, ekonomik, intelektual dhe kombëtar që duhet të jetë pjesë aktive e vendimarrjes dhe e investimeve për të ardhmen e vendit. Të nderuar miq e kolegë, arritja juaj më e madhe është bashkimi. Vleni tashmë është një subjekt që përfaqëson interesat publike dhe shoqërore të gjithë shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut. Duhet të tejkalohen mendësitë provinciale dhe inatet nga e kaluara në mënyrë që të ndërtojmë kohezion dhe drejtësi shoqërore. Demokracia e gjen stabilitetin e saj te drejtësia, barazia dhe pjesëmarrja e qytetarëve në institucionet shtetërore dhe në jetën publike në mbar territorin e Republikës. Nëse qytetarët nuk e ndjejnë veten pjesë të Republikës, atë Republika humb jo vetëm njerëz, por edhe prosperitet e stabilitet. Ky duhet të jetë edhe roli i Vlenit, t'u jap kredibilitet institucioneve në sytë e qytetarëve, në rastin tuaj sidomos në sytë e shqiptarëve. Kjo arrihet përmes pjesëmarrjes së plotë dhe të drejtë të shqiptarëve, duke promovuar cilësinë më të lartë në dije, profesion dhe përfaqësim. Stabiliteti i Ballkanit varet nga integrimi i shqiptarëve, të drejtat dhe kontributi i tyre. Në këtë rrafsh duhet të jemi të qartë. Stabiliteti i Ballkanit, aq i domosdoshëm në gjeopolitikën e ngarkuar të kohës në të cilën po jetojmë e po e përjetojmë, nuk ndërtohet mbi përjashtimin apo minimizimin e pjesëmarrjes shqiptarëve në procese, por mbi integrimin e tyre të drejtë, meritor dhe të përfaqësuar në qeverisje të pakorruptuar. Nga ana e faktorit shqiptar, detyrë themelore është avancimi i institucioneve arsimore kulturore në gjuhën shqipe me standardet më të larta të cilësisë. Shqiptarët duhet të paraqiten shoqërisë së gjithëmbarshme në Maqedoninë e Veriut në formën më të organizuar, më profesionale dhe më dinjitoze. Ndërkaq nga ana e institucioneve të etnisë shumicë në Maqedoninë e Veriut, duhet të kuptohet qartë se integrimi i shqiptarëve nuk është humbje për shtetin, por një fitim i madh për stabilitetin e sigurinë, zhvillimin dhe të ardhmen e përbashkët në NATO e drejt bashkimit evropian. Me këtë bashkim, këtu sot në Shkup,
po e dëshmoni që vleni vlen dhe vleni ja vlen. Urime dhe gëzuar. Urime e gëzuar dhe ju faleminderit për ftesën dhe vëmendjen. Ju faleminderit, zoti Kurti.